Shkënjimi më i madh? Kisha me thënë diçka akademike, që nuk kam arrit, dhe më thënë një bursë që kam pas, ai ka qenë shkënjimi, edhe kur jam shkënjur për persona më të dashtëm. Një person që më ka shkënjur ka qenë se nuk i kam prit edhe ka qenë rastësisht edhe ka qenë shkënjimi më i madh. Për atij personi kam mësu shumë, dhe më thënë nuk ka dok që kam mësu, jam rrit 5 vjet më në një muaj, që thonë. Edhe në fakt nuk është se kisha ndryshu për asaj eksperiencë, edhe pse nuk kam kontakt me atë person, po prap nëse kisha me jetu prap, u kthy mbrap nuk kisha me ndryshu asnjë gjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit po ju. Mirë, faleminderit. Me disponim? Mirë, shumë sot dita diell, normal vitamina D. Edhe kemi për shumë mirë. Po, weekend shkoi shumë mirë, faleminderit. Çfarë merresh? Pardon? Çfarë merresh? Unë punoj me një kompani amerikane, do të them menaxherja, por njëkohësisht me profesion jam psikologe klinike. Sa mirë. Po, Dimensione. Po, do të them derisa të specializohena ne, po merrem me diçka tjetër. A do të thonë, cili është sekreti më i madh që njerëzit për ty se kanë ditë deri tash, që do të thonë ti e ke mbajtur si zbrastik kështu. Një sekret? Po. Tash e din për ty. Që nuk e din, do të them askush për mua. Po. Është interesant që mund të merr. Në fakt mendoj se shumica njerëzve nuk dinë shumë sene për mua. Edhe gjithë mendoj, gjithë njerëzit përgjithësi nuk e tregojnë, domethënë ata brendësi pjesën e ndjeshme të njerëzit. Ndërsa për mua mendoj që mendojnë se jam më shumë e ndjeshme se sa jam në të vërtetë, edhe njëkohësisht kisha me thonë, i kam disa sekrete që nuk është se i tregojnë përgjithësi, edhe ato kisha me thonë diçka tjetër. Edhe plus se zakonisht mendojnë se domethënë jam person shumë i natyrës që e marrin të kundërtën. Këto. Çfarë shumë më kujtohet, disa janë shumë fshehta, s'kisha dashur t'i tregu. Po që duhet. Po. A do të shpërdorit kush atë mirësinë që ja ki bodi kujna. Po, shpesh ndodh kjo. Po njëkohësisht nuk njihesh keq se kanë shpërdorur se e tregojnë ata veten, po ditën tjetër unë muj me tregu veten prapë para pasqyrës. Cili ka qenë zhgënjimi më i madh në jetën tënde? Zhgënjimi më i madh? Kisha me thënë diçka akademike, që nuk kam arrit, dhe më thënë një bursë që kam pas, ai ka qenë shkënjimi, edhe kur jam shkënjur për persona më të dashtëm, dhe më thënë. Dhe më thënë një person që më ka shkënjur ka qenë se nuk i kam prit edhe ka qenë rastësisht edhe ka qenë shkënjimi më i madh. Sa të ka bëu ky person që me kuptu për tjetë më kone rezervune? Sa të ka dhënë mësimin i fjalë? Në fakt për atij personi kam mësu shumë, dhe më thënë nuk ka dok që kam mësu, jam rrit 5 vjet më në një muaj, që thonë, edhe në fakt nuk është se kisha ndryshu për asaj eksperiencë, edhe pse nuk kam kontakt me atë person, po prap nëse kisha me jetu prap, u kthy mbrap nuk kisha me ndryshu asnjë gjë. Jam bë person shumë e mirë për asaj eksperiencës. Duhet të distancon për persona të tillë kur kemi si rast. Në fakt mëson edhe shumë për vete, do të thonë se si jenë në kontakt me atë person, do të thonë edhe se si mekanizmat mbrojtës, i kupton disa mekanizmat mbrojtës tu që nuk i qenë e vetëdijshme deri në atë moment, edhe domethënë mëson domethënë këtë mënyrë. Edhe mëson që personin e radhës që është sheh, mi tregu sjelljet më të mira tua. Fëmijëria si ka qenë? Fëmia? Fëmijëria jote. Po hym thellë po më duket. Fëmijëria ime ka qenë mjaft e lumtur, në fakt, duke qenë se jam rrinë pjesë në fshat, edhe kena qenë afër një lumi, ka qenë gjithmonë natyrë, edhe fatmirësisht kena qenë shumë fëmijë brenda familjes, edhe kam pas gjithmonë shoqëri. Në shkollë s'kisha mujt me thonë diçka të tillë, se gjithmonë jam kanë shumë fëmijë rezervuar, edhe më ndoja gjithmonë në mënyrë më abstrakte se fëmijë tjerë të moshës time. Edhe kjo ndoshta më ka bën pak më të vetmuar si fëmijë, ama në përgjithësi mendoj si fëmijë të lumtur. Çka kishe kthy nga fëmijëria? Çka kisha kthy? Këtë pjesën e teknologjisë për momentin nuk më pëlqen edhe të them shoqërisë se kam kaluar në atë mënyrë, sikur kam kaluar domethënë fëmijëria jeme. Ndërsa çka kisha kthy? Isha kthy prap ato shkollën në klasë 6, klasë 7 aty se ka qenë pa shqetësime, pa asgjë edhe unë për natë moshë jam shqetësuar shumë për gjëra se nuk janë kanë kontrollin tem. Domethënë jam kanë shumë fëmijë i shqetësuar për disa gjëra që nuk kanë ndeshni me unë si fëmijë. Edhe domethënë kisha kthy, domethënë me mendje të tashit isha kthy edhe nuk isha shqetësuar për disa sene aq të shkurta. Po do thonë edhe pyll bisedën me një mesazh për gjithë ata personat e historisë jetës që kemi të shumt, një mesazh apo një këshill juaja. Një këshill. Kisha me thonë mos më krahasu asnjëherë me njerëz të tjerë, se gjithmonë duke u krahasu
humbe dhe lumturinë tënde të momentit. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi, të uroj më të mirat në jetë. Edhe unë juve, faleminderit shumë. Ditë e mbarë.